Gjuha është, domethënë ajo kryesorja që i sjell njeriu të mira ose të këqija, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kuffa alejke hadha, edhe ka bërë shenjë të gjuha, domethënë mbaje këtë, edhe ka thënë Muadhi radhiyallahu anhu, o i dërguari i Allahut, a merremi në përgjegjësi edhe për atë që flasim me gjuhë, ka thënë thakilatka ummuka ya Muadh, wa hal yakubbu an-nasa ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Domethënë i ka thënë ai hedh njerëzit për fytyrë në zjarr, ose ka thënë domethënë është dyshimi i transmetuesit, ose me kokë në zjarr, ai hedh diçka tjetër përveç se ajo që korrin me gjuhët e tyre. Domethënë ajo është puna më e rëndësishme që njeriu duhet t'i kushtoj rëndësi, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu ka thënë ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, do thotë çdo fjalë që e flet, mbi të ka një mbikëqyrës preciz, do të thonë të përpikt, që ja shkruan secilën fjalë. Edhe për këtë shkak ai njeri që beson në Allahun, ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith dy elemente shumë të rëndësishme. Men kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Do të thonë kush beson në Allahun. Do të thonë ai njeri që ka iman edhe e njeh Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe e di që ajo të cilën e vepron, ose kur flet, ose kur hesht, kur vepron ose kur nuk vepron, është duke adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Do të thonë kjo është punë me rëndësi, që e ka parasysh besimin në Allahun e lartësuar dhe besimin në emrat dhe cilësitë e tij. E di se Allahu është mbikëqyrësi, se Allahu di çdo gjë për të. Dhe gjithashtu wal yawmil akhir, dhe beson ditën e gjykimit. Do të thënë po ashtu beson se do të dalë para Allahut dhe do të jap llogari në ditën e gjykimit ose në ditën e fundit, pra është në hadith. Pra kush beson në Allahun edhe i bën lëvizjet, fjalët për të adhuruar Allahun dhe beson se do të japë përgjegjësi për ato në ditën e gjykimit, atëherë patjetër se do t'i masë fjalët. Atëherë do të flasë mirë, do të thënë e analizon fjalën, a është e dobishme, a është e hajrit, ose hesht, nuk flet, nëse nuk e di që është e hajrit. Prandaj kam thënë dietarët se ka 3 lloje të fjalëve. Do të thënë fjalë që është hajr, fjalë që është mirësi e plot, dhe fjalë që është e keqe e plot, dhe fjalë të dyshimta. Kur do ta flasësh një fjalë, duhet të analizosh kjo fjalë, a bën dobi, a sjell mirësi, ose jo. Nëse sjell mirësi, atëherë e praktikon hadithin fel yaqul khairan. Do të thonë fole të mirën, thuaje atë që është hajr. Nëse nuk është hajr dhe është e keqe, do të thonë analizon dhe ajo fjalë del se është e keqe, e dëmshme, atëherë mos e thuaj. Nëse është e dyshimt, nuk e di sakt, a është e mirë ose e dëmshme, a është, do të thonë e dobishme ose e dëmshme, a është e mirë ose e keqe, atëherë më mirë ti largohesh asaj fjale dhe më mirë të kesh durim për këtë, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Do të thonë kush ruhet prej punëve të dyshimta, edhe në këtë rast prej fjalëve që janë dyshimta, atëherë e ka ruajtur dhe e ka pastruar nderin dhe fenë e tij. Do të thonë nëse ruhet prej asaj që është e dyshimt. Po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Lej ato që të fusin dyshim dhe merri ato që nuk kanë dyshim. Prandaj, do të thënë këto fjalët, njeriu është me rëndësi shumë t'i kontrollojë